Ismail Koshi është një blegtor nga fshati Kolonji, njësisë administrative Picar në bashkinë e Gjirokastrës, që prej moshës 15 vjeçare ai ka ndjekur me pasion sektorin e blegtorisë, një traditë që ka kaluar brez pas brezi në familjen e tij. Duke u kujdesur për blegtorinë, ai vazhdon të ruajë një lidhje të ngushtë me natyrën dhe mënyrën tradicionale të jetesës, duke siguruar kështu edhe të ardhurat për familjen e tij. Me pjesë të blegtorisë kam që 15 vjeç. Edhe ushtar 2 vjetë me blegtori kam qenë. Një traditë kjo familjare? Kemi traditë kjo në atë parët. Edhe zilet bile i kam që të gjyshit. Tashti me këtë zanat merremi neve, se s'kemi vaj gjekundi. Edhe me këto kthehemi. U bëjmë smet, se po u bëre smet, do t'japin. Tashti në pranver, po thuaj se nuk kanë dhe noi, vetëm mjelja ka që punë, se që i mjelëm. Pasaj ja i lëshojmë në kullot, demrit ka se i pastrojme, i ushqejme. Behari ka në malë, që vemi lartë në malë, vështirësira ka se në malë sërriet vetëm. Blegtori 57 vjeçar mban sot më shumë se 250 kokë të imtash, prej të cilave nxjerr produkte të ndryshme. Vitet e fundit Ismaili ka vënë re një interes të shtuar për produktet e tij edhe nga turistët e huaj që vizitojnë fshatin Kolonjë. Që më shtin mishin, ja shesëm shelegët, te kasapit e këta që i marrë se vetë nuk e tregtojmë. Që më shtin vjen e merë makina këtu. Keni stallat këtu? Stallat ja këtu, që kisheti këtu, i kam për vetë. Tashmë po zhvillohet edhe pjesë e agroturizmit. Sa vinë turistët për të parë stallën, për të njohur me Po vinë, kalojnë këtu turistët poshtë lartë, po më palë mua këtu, kthehen. Është gjë interesante për ta? Po si se ata dhe në rrugës kur në atakojnë, i manë makinat edhe bëjnë një video. Bashkëpunim keni me këta që hapin bujtina për të tregtuar produktet? Me këta ka, po si pas asaj, ata kur kërkojnë, po të kemi ja japëm. Tashtina kanë kërkojnë, sidomos atë gjizën e ka qupit e kërkojnë shumë, po nes bëjmë sa për vete në fakt, se jemi dhe që të shtrënguar në punë, se 2 veta jemi beharit. I ofroni këto produkte kur ata vinë për t'i? Po, diskutohet. Nuk është puna se do marrëm 2 lek neve, po njeri unë e knaq. Sidomos kur vjen në stan atje në malë që jemi jashtë fshatit, i kemi të gjitha atje në stan. Është një mënyrë për t'i tërhequr ata? Po si s'është ajo, se ai që ka qef, të thash që ka qef, ka dëshirë, vjen me dëshirë, me qef. Merri një grek par vjetë, mu këtu, tek Milja Dhënte, dhe rritë me një vajzë nusen e kishë si mosha jote. Edhe gëzoja ai që i Milja me nusen, i Milja u. Gëzoj në një saj maruam edhe bravo, tha. Sektori blegtorisë ka një ndikim të rëndësishëm në zhvillimin e agroturizmit në fshatin Kolonjë. Tradita e blegtorisë e ruajtur nga blegtorë si Ismail Koshi, jo vetëm që siguron produkte të freskëta, por gjithashtu krijon mundësi për vizitorët të përjetojnë jetesën rurale dhe kulturën e fshatit.